Ndaj dhe 17 prilli është një ditë e shqiptarëve, është ditë e kryengritjes më të madhe paqësore në historinë e vendit. Le të mlidhemi ne në atë kryengritje me besim të plot se fitoria është e qytetarëve, me besim të plot se shqiptarët nuk do të pranojnë, nuk do pajtojnë kur me një regjim që u blokon, që i vjedh dhe i plaçkit ditën dhe natën. Nuk do pajtojnë kur me një regjim që i përzen të rit nga Shqipëria. Nuk do pajtojnë kur me një regjim që e ka bërë Shqipërinë, që i ka bërë Tiranën, qytet të pajetueshëm nga të rit shqiptar, që ka bërë Tiranën dhe Shqipërinë, vendin dhe qytetin që i përzën të rit rrugëve të botës, sepse nuk u ofron streh, nuk u ofron punë, nuk u ofron të ardhme. Ndaj dhe data 17